Po e filloj nga fundi, sigurisht ajo që tha dhe Bushati që rezolutat të tilla nuk janë as detyruese, as projektuese të qëndrimit qeverive të vendeve europiane, pavarësisht se cilit krah ato përfaqësojnë. Pra mund të jenë të krahut djathtë, por prapë rezolutat të tilla nuk janë, si të thuash, të përkthyera detyrimisht në vendime qeverie. Por çka ka të rëndësishme kjo gjë? Kjo mendoj në radh parë është një tull që po vendoset në murin e dyshimeve ndaj qeverisë Tiranës. Pra janë disa elementë. Kemi vetëm kohët e fundit, përveç zgjedhjeve, kemi disa media me renome, gjermane, italiane, franceze, edhe angleze, të cilat flasin gjithmonë më tepër për një narkoshtet në mes të Evropës, flasin gjithmonë më tepër për shndrimin e Durrësit në një Kolumbi të vogël, pra ku toneladat e kokainës vinë direkt dhe pastaj shpërndahen në vendet e tyre. Pra ky është një problem që i prek qoftë majt, qoftë djathtë në Evropë, pra depërtimi i kokainës në tregun e tyre. Është një tull që vjen gjithashtu edhe në shqetësimin që është shprehur shumë kohë përpara zgjedhjeve për kapjen e shtetit nga Edi Rama, duke filluar me formulimin tashmë edhe në Kongresin Amerikan, po edhe në shumë vende perëndimore që reforma në drejtësinë në Shqipëri u përdor për të goditur opozitën politike nga Rama. Procesin e zgjedhjeve gjithashtu është vënë në pikpyetje të paktën nga procesi paraprake ose BE Odirit, kështu që kjo rezolut ka vlerë dhe për këtë. Pra që sigurisht që në një mënyrë ose në tjetër të qeverisë ndikon, por tek një raport final për zgjedhjet në Shqipëri mendoj që do të ndikojë. Ka rëndësi për faktin se unë mendoj që s'di, ndoshta më ndihmojnë kolegët, një rast të ngjashëm për një vend europian apo për një vend kandidat për Bashkimin Evropian që ka hapur kapitull për negocim, që një grup partisht të majtë apo të djatët kenë të qëndrim për procesin më të rëndësishëm që përbën thelbin e demokracie që janë zgjedhjet. Pra unë nuk di një rast të ngjashëm, por nuk kjo është e rëndë. Ka pas dhe rastin Serbi ku opozita politike bojkotoi zgjedhjet, raporti ose BE Odirit ka qenë i qartë, por Bashkimi Evropian dhe partitë të tjera nuk patën qëndrime kaq të ashpra, për ta qenë procesin fars, për të thënë që është deformuar, etj. Pra, sido që të jetë, këto element mendoj unë shtrojnë një rrugë që gjithsesi nesër, nëse opozita do ketë këllqe dhe vullnet, në rast një kontestimi të parlamentit, të njohjes zgjedhjeve, të daljes në rrugë, etj. Pra përbëjnë një, si thuash, një njohje paraprake që do të legitimonte çdo veprim të opozitës mbas këtyre zgjedhjeve. Ramir? Rezoluta nuk më shumë se sa një cilësim fars të zgjedhjeve, është më shumë një tregues për rrokullisjen që po pëson vendi. Ndërsa Edi Rama voti zgjedhjet në siglën e Bashkimit Evropian për integrimin e Bashkimit Evropian brenda vitit 2030 nga forca kryesore e Parlamentit Evropian, nga forca që drejton sot Bashkimin Evropian, vjen sinjali që ishte një farë zgjedhore që Shqipëria është një narkoshtet, po e perifrazoj, që krimi mbizotroi në zgjedhje, që votat u votën, u përdorën asetet shtetërore e të tjera me radhë si këto. Është shqetësues fakti që janë disa rezoluta parazgjedhore dhe pas zgjedhore të cilat nuk kanë ndonjë ndikim në vendin tonë, por edhe për më tepër kultivimi që po i bëhet faktit që çfarë do thotë Europa apo bota karshi Shqipërisë, Edi Rama do të vazhdoj atë objektivin e vet për të vazhduar për të qeverisur qoftë edhe në narkoshtet. Dakor, kthehemi tek pika para zgjedhjeve ishin fars. Për ty Bushata ishin fars.